Përshëndetje. Sot po flasim për aktualitetin dhe aktualisht në fuqi është gripi, është sëmundje sezonale që vjen gjithmonë në këtë periudhë. Çfarë po shohim? Shohim se ka ardhur 3 deri 6 javë para së sezonit të fundit në Europë, për shkak të qarkullimit në një nën varianti ose nën varianti Kappa i H3N2-shit, pra i gripit të tipit H. Ky variant prapet më shpejt dhe sigurisht duke prapur më shpejt do shkaktojë një smundshmëri më të madhe në një kohë më të shkurtër. Dhe kjo çon në atë që sistemet shëndetësore po përballen me presion për shkak të rritjes së numrit të sëmurëve. Po ashtu një veçari tjetër e këtij viti është fakti që është zgjuar përsëri gripi i shpendëve ose i zogjve, pra aviarja, e cila është vënë në disa vende të Europës, fatmirësisht në një numër të kufizuar tek shpendët dhe jo nga shpendët tek njeriu. Po ashtu situata e gripit edhe në Shqipëri është prezente, influenca në këtë moment. Po pse është ndryshe këtë vit dhe si duhet trajtuar gripi? Gripi është rikthyer fuqishëm si tham në vendet e Europës dhe në Shqipëri. Pse po hapet kaq shpejt? Pse po preken kaq shumë fëmijë? A është gripi i zakonshëm apo diçka më serioze? Situata aktuale në Europë dhe në Shqipëri është fakti që ka një rritje të numrit të infektuarve në këtë grip sezonal, dominon tipi A, H3N2-shi, me nën variantin K, që është më virulent në kuptimin e përhapjes. Edhe në Shqipëri ka rritje të infeksioneve respiratore, më të prekur janë fëmijët, moshorët dhe personat me sëmundje kronike. Urgjenca qendrore shëndetësore sigurisht që po njohin një rritje të fluksit të personave që drejtohen këtyre qendrave për trajtim. Biles në disa vende europiane po mbyllen ose u mbyllën disa shkolla si në Angli dhe në Skoci për shkak të infektimit të një numri të lartë të nxënësve, por jo vetëm edhe të vetë stafit pedagogjik në këto shtete. Dhe sigurisht shohin në masa të tilla mbyllje shkollës, kalim të mësimit online dhe reduktim i orëve të mësimit. Arsyeja nuk është paniku, por është fakti mungesa masive e nxënësve në shkollë dhe sidomos e stafit nuk të jep mundësinë e zhvillimit të mësimit. Paramirë shërbesh shpejt e gripit në ambientet mbyllura, pra tipike për shkollat. Çfarë bën të veçantë gripin këtë vit? Ka disa elementë kyç. Ka nisur më herët, përhapet shumë më shpejt, i jep simptoma më të forta dhe zgjat më shumë, sidomos faza e rekuperimit. Një faktor i rëndësishëm është edhe fakti sepse imuniteti është më i ulët i popullatës, sidomos tek fëmijët mbas viteve të COVID-19. Po ashtu një faktor tjetër është fakti që gripi po qarkullon njëkohësisht me virusin e Covidit, me RSV-n dhe viruset e tjera respiratore të këtij sezoni. Dhe kjo bën sigurisht situatën më komplekse. Si shfaqet të sezon gripi? Simptomat më të shpejta janë temperatura e lartë. Të gjithë më thonë, nuk zbret temperatura, është mbi 39. Pra, kjo tregon që ky virus në varianti i ri sigurisht që do të shkaktoj temperaturë dhe pasojat në organizëm, por fakti që kemi temperaturë nuk është gjithmonë i keq. Fakti që kemi temperaturë do të thotë që organizmi ka një sistem mbrojtës që i përgjigjet flak për flak virusit. Sigurisht që temperatura duhet mbajtur në kontroll. Dhimbje e trupit, çdo pjesë e trupit, kudo që të prekësh, ke dhimbje trupi, dhimbje koke, kolla e thatë, sepse është tipike e viruseve në rrugët respiratore, lodhja e theksuar, dhe edhe vetë dhimbja e fytyrit është një problem goxha prezent në këto raste. Por sidomos tek fëmijët mund të shfaqet veç këtyre shenjave që thamë lart, mund të ketë edhe të vjella diarre që e bën akoma më të vështirë trajtimin e tyre. Temperatura shumë të larta që persistojnë edhe tek fëmijët, por edhe ajo që është shumë e rëndësishme është fakti i dehidratimit, sepse fëmijët kanë një ekuilibër më delikat se sa i rrituri. Por le të shohim si ti trajtojmë ose çfarë ndryshon trajtim këtë vit. Sigurisht që parimet bazë janë të njëjta siç e kemi thënë gjithmonë, por këtë vit këshillohet që trajtimi të fillojë më herët. Nuk duhet pritur të kalojë vetë, sidomos po flas për fashat në rrezik, fëmijët, moshorët dhe sëmundjet kronike. Ato mund të përdorin antiviralët. Nuk përmend emra se nuk bëj asnjëherë publicitet për medikamente, por nëse përdoren, duhet përdoren menjëherë ose të paktën brenda 48 orëve nga fillimi i simptomave, se ndryshe nuk kanë më efekt. Antibiotikët, jo. Gripi nuk shërohet nga antibiotikët. Antibiotikët vetëm në rast se ka komplikanca të vërtetuar nëpërmjet analizave, vizitës mjeku dhe një grafie, nëse do të ketë prekje të pulmonit, por sidomos analizat e gjakut parë
rrozat e bardha, neutrofilet dhe PCR-n. Si trajtim, që është shumë i rëndësishëm, gjën që të gjithë e neglizhojmë është pushimi. Siç e thash pak më parë që rekuperimi është më i zgjatur në kohë. Në qoftë se sa ndihemi mirë dalim, ku të gjithë indet tona janë të sulmuara nga viruset dhe janë të dobësuara, mund të psojnë një ftohje, mund të psojnë një infektim edhe të një virusi sezonal tjetër dhe ne të bijem përsëri në batakun e sëmundjes. Kështu që pushimi dhe izolimi është kryesor. Kuptohet higjiena, larja duarve, ajrimi, të gjitha këto janë masa që nuk kanë ndryshuar dhe s'kan për të ndryshuar një herë. Dhe fakti kur duhet shkojmë tek mjeku. Sigurisht tek mjeku duhet shkojmë nëse temperatura e lartë zgjat më shumë se 3 ditë, kur ka vështirësi në frymarrje, kur gjendja përkeqësohet dhe sidomos fashat që tham fëmijët e vegjël dhe të moshuarit ose dhe sidomos personat me sëmundje kronike, të cilët janë më të ekspozuar kafshë rrezikeve. Sigurisht që e kemi thënë dhe herë tjetër, vaksina e ka vlerë gjithmonë. Nëse nuk jeni vaksuar mund ta bëni përsëri, sidomos të moshuarit, personat me sëmundje kronike, fëmijët dhe personeli mjekësor, sepse është e sigurt që do të ndeshet me gripin këtë vit. Dhe nëse bëhet tani, ajo ul rrezikun paktën për raste të rënda. Pra, çfarë mund të themi? Gripi këtë vit përhapet më shpejt. Jep simptoma më të forta, nuk duhet nëmbletësuar. Qëndroni në shtëpi kur jeni të smur. Mos përdorni antibiotik për të shëruar gripin. Kërkoni ndihmë tek mjeku në rastet e mësishme që u thasht, por duhet të kemi gjë parasysh, shëndeti nuk është çështje force, është çështje mençurie. Shihemi në episodin e radhës.